Tunxha tjeta uroj të jeni mirë. Shqipëria thik pas shpinë e Kosovës, tradhtia e rafinuar e Elisa Spiropalit dhe alibia vizuale me Gjuriç dhe Grenell. Një zhvillim i madh, shumë i rëndësishëm tek cili duhet të ndalemi sot, është një foto komprometuese, një foto e cila tregon shumë për atë që është duke ndodhur ndërmjet Shqipërisë, Kosovës në veçanti dhe Shqipërisë dhe Serbisë në rrafsh më të gjerë, çfarë janë mesazhet, cilat janë mesazhet e koduara të një fotografie në cilën shfaqet ministrja e jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, e cila me një buzëqeshje të gjerë në një takim në OKB me Richard Grenell, pasaj gjendet Marko Gjuriç, një personazh i pazakont në Serbi, jo për nga posti dhe nga detyra, por për nga agresiviteti që ai përdor ndaj Kosovës, ndaj shqiptarëve dhe veçanërisht ndaj çështjes së njohjes Kosovës në arenën ndërkombëtare, ku Marko Gjuriç është nga eksponentët kryesorë të cilët besojnë fuqimisht se Kosova është Serbi. Dikush mund të më thotë, Kreshnik, takimi është normal, kanë qenë atje në OKB, ashtu ka qellu, kanë hyrë ke Grenelli. Jo, miqtë e mi, në diplomaci, në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në marrëdhëniet e jashtme me shtetet, në fotografi, asgjë nuk është rastësi. Asgjë nuk ndodh rastësisht në diplomaci. Në diplomaci, në marrëdhënie ndërkombëtare, fotografia nuk është thjesht një kujtim i bukur i një ngjarjeje të bukur me disa miq që ndodhen aty rastësisht. Fotografia diplomatike dhe postimi i saj në rrjetet sociale është mesazh i koduar, i cili ka për synim të përcjellë disa mesazhe për rajonin, për Shqipërinë, për shqiptarët, për Kosovën, për Serbinë, por edhe për amerikanët. Richard Grenell është emisar i presidentit Trump dhe i dërguar i tij special për zonat e krizave në përgjithësi, jo më me tagrin përfaqësues specifik i rajonit, ka qenë i luhatur ndërmjet qëndrimeve pranë Beogradit apo më pranë shqiptarëve. Vetë zoti Grenell është shprehur her pas here shumë pranë Serbisë, si njeri shumë pranë Serbisë dhe ka artikuluar tezat e tyre. Por ndërkohë, kur ka ardhur dhe ka bërë pushime të bukura këtu në jug të Shqipërisë, me çunat dhe gocat e Shqipërisë, apo kur ka qenë i ftuar në ndonjë studio shqiptar, ka thënë që janë keq kuptuar dhe janë keq interpretuar qëndrimet e mia, unë i kam xhan edhe shqiptarët edhe serbët. Amerika është e fokusuar për gjithë rajonin e Ballkanit, ne i kemi gjithë xhan, i kemi gjithë aleat dhe nuk bëjmë asnjë lloj dallimi ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë fokusuar në stabilitetin rajonal, në bashkëpunim, në dialog, në krijimin e prosperitetit, i cili nuk mund të krijohet pa një marrëveshje të përfundimtare ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve dhe pa përfunduar me sukses procesin e dialogut strategjik ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, pra për të mbyllur plagët e të shkuarës. Në pamje të parë, kjo është një deklaratë korrekte, por Elisa Spiropali, përveç fotove të cilat e shoqërojnë atë, ka përcjell një mesazh të koduar shumë të rafinuar si pjesë e establishmentit Rama, edhe ajo apo establishmentit të rilindjes, ajo përcjell disa kode se ne jemi tërësisht në linjën e Beogradit në rrafshin rajonal, jemi në linjën që Kosova nuk është më vllai i vogël i Shqipërisë, apo Shqipëria nuk ka më në kujdestari ndaj Kosovës në rrafshin e lojës ndërkombëtare, ndaj dhe ne nuk e shohim shumë të arsyeshme që të bëjmë kujdes të madh se me kë dalim fotografi dhe kë nxjerrim fotografi. Elisa mundet të priste që të bënte një fotografi tjetër. Elisa mund të priste se ndoshta me Richard Grenellin mund të ketë qenë e detyruar ta bëj fotografinë sepse do ta bëj, ai ka patur në agent takohet me të, por takimi në paket ultra all inclusive, të gjitha të përfshira, do të thotë që ne Ballkani jemi këtu, duke qesh, duke buzëqesh, mbrapa kemi edhe coverin e diplomacisë serbe, por coverin më të egër të diplomacisë serbe që është Marko Gjuriç, ish ambasadori i
të Serbisë në Washington, i cili ka luajtur në mënyrë shumë agresive kundër Kosovës, kundër shqiptarëve në përgjithësi, dhe është një nga skifterët më të fortë të Beogradit tek krahët e Aleksandar Vučić për të artikuluar tezën e madhe që është Kosova është Serbi, apo pajtohet Tirana me faktin që Kosova është Serbi, përse Elisa Spiropali del e buzëqeshur me Marko Đurić dhe përcjell këtë mesazh për shqiptarët. A e kemi pranuar ne tashmë lojën e Beogradit, a e kemi pranuar lojën e Marko Đurićit? Nuk besoj të them lojën e Grenellit, sepse unë edhe nëse mund të kem arsye apo argumenta politik për të besuar se Richard Grenell ka qenë i afërt me Serbin apo ka luajtur më shumë me nota më pranë Beogradit, siç luajti më parë Matthew Palmer, i cili kishte gruan serbe dhe ishte hapur më i afeksionuar ndaj Serbisë. Jo, kam thënë vazhdimisht që Serbia luan në mënyrë shumë agresive, është shumë e shkathët diplomatikisht, dhe ne këtu nuk duhet merremi me Serbin, sepse Serbia po e bën në mënyrë të shkëlqyer punën e saj. Serbia ka vetëm një qëllim, të ndërtojë botën serbe në Ballkan, dominoj Ballkanin, të fusë në sqetull Tiranën zyrtare në kuadër të atij që quhet bashkëpunimi rajonal, të krijoj kushtet për eliminimin e Kosovës dhe shkëputjen e saj nga Shqipëria, dhe më pas krijimin e të gjithë klimës për të rrafshuar dhe për të mbytur në kamxhik çdo lloj lojtari politik në Prishtinë, i cili do të refuzojë që të ngulet gozhda në arkivorin e Kosovës, qoftë ky asociacioni Bashkia e Komunave Serbe, qofshin të tjera lëshime të cilat mund të bëhen nga Prishtina zyrtare, që kanë përgjithsisht një cover amerikan. Pra kush na sundon të bëjmë planin e Beogradit, kush na pengon të bëjmë planin e Beogradit, apo të Marko Đurić, apo të Aleksandar Vučić, apo të Aleksandar Vulinit, apo të Milan Radojčić. Plani i Milan Radojčić është shumë i rëndësishëm në Serbi. Kush na ndalon që t'i zbatojmë këto plane, ne do ta akuzojmë si anti-amerikan. Ne do ta akuzojmë si njëri që punon kundër interesave strategjike të SBA-ve, si njëri i cili synon të prish Kosovën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tradhtia e rafinuar nga Tirana lidhet, miqtë e mi të dashur, me faktin se Tirana duket se po ndjek qartësisht një kurs ku interesi i Kosovës nuk është më prioritet për Tiranën, por ai është duke u përdorur qartësisht si një monedhë shkëmbimi me SBA-n, Serbin dhe ndonjëherë edhe me qarqet e Bashkimit Evropian. Mos reagimi i mediave të Tiranës nuk është i rastishëm. Unë kam thënë çdo natë që studiot e prime time-it në Tiranë janë të gjitha të kontrolluara nga Beogradi dhe janë të gjitha të kontrolluara nga lojtarët e Beogradit që kontrollojnë prime time-in. Tek të gjitha studiot, apo tek 99% e tyre, po merren me Dumanin, me largimin e Dumanit, po merren me gjithçka tjetër përveç se me thelbin, po merren me gjithçka tjetër përveç se me fikën dhe tradhtinë e madhe që po i bëhet Kosovës nga ministrja e jashtme, nga një nga fondamentet dhe kolonat vertebrale të sektit të rilindjes në Tiranë, Elisa Spiropali, të cilën e mori Edi Rama nga kryetari i parlamenti dhe e çoi në shefet e diplomacisë, tashmë ku diplomacia do të jetë vendimtare në përcaktimin e itinerarit apo të strukturës së agresivitetit apo të pajtimit me lojën rajonale dhe me lojën ndërkombëtare në këtë moment, kur do të vendoset për fatet e botës, do të vendoset për lindjen e mesme, do të vendoset për Iranin, për Gazën, për Kinën, për Tajvanin, për Ukrainën, për Eurazin, për Azerbajxhanin dhe Armenin, për Korenë e Veriut, për Afrikën, për Libanin e Jugut, për ndarjen e Sirisë dhe për shumë çështje të tjera, siç është Venezuela, ku kanë shkuar flota amerikane. Mbrëm ju kam mbajtur live deri vonë, mund ta shihni poshtë, ka panik në Pentagon, një lajm i madh. Pete Hegseth, sekretari amerikan i mbrojtjes, po bën gati atje në Washington për këtë periudhë, po të kthehemi këtu në Ballkan. Vendosja e Elisa Spiropalit në këtë moment dhe nxjerrja e Elisës të një fotojo
të një fotoje duke buzëqeshur dhe duke shkëmbyer duart me dorëdhënien pra me emisarin Richard Grenell dhe pas saj është Marko Gjurić i buzëqeshur gjithashtu që pret radhën të vi tek Grenell, është një mesazh i koduar, miqtë e mi të dashur, mos besoni sepse njerëzit e thjesht, populli i thjesht që nuk i njohin këto kulisa, mendojnë se këto janë foto që bëhen ashtu rastësisht, kap kameramani duke qesh, jo miqtë e mi. Një politikan, një diplomat apo një ministër i jashtëm, aq më pak, mund ta nxjerrë Kreshniku një foto duke ecur në Tiranë me familjen e tij, me shokët e tij, mund të nxjerr një foto unë në rrjetet sociale me gruan time, mund të nxjerr një foto, më kanë kap rastësisht, okay, këto mund të ndjen. Por edhe unë kur do ta nxjerr një mesazh apo kur do ta nxjerr një foto, madje edhe shumë prej jush, maten 500 herë, si mund të kuptohet, çfarë kodesh ka brenda. Unë para ca ditësh nxorra një fotografi në rrjetet sociale ku isha në një qytet të Shqipërisë, kisha bërë një fotografi aty në Drilon, po Gradec. Kisha veshur një këmish që ma kishte dhuruar një miku im i ardhur nga Amerika, kishte aty shkronja kineze apo japoneze, dhe një mikeshe ime amerikane më shkruan duke qeshur me lot dhe më thotë, Kreshnik, mos vallë ke ndryshuar kursin dhe je nisur për Japoni, apo je nisur për në Kin, kjo bluzë me këto shkronja japoneze a kineze, unë nuk e dalloj në fakt si Kreshnik kush është shkronja japoneze nga shkronja kineze, nuk di ta dalloj. Por realisht ma solli miku im që erdhi nga Amerika, ma solli dhurat, e kishte bler atje dhe ma solli dhurat, unë e vesha, dola në fotografi dhe gjithkush pra i shikon dhe i studion fotografit në mënyrën më të imët, dhe unë që nuk jam në një pozicion të rëndësishëm, nuk kam asnjë tagër politik, nuk përfaqësoj Shqipërinë, jam kryetari një partie politike, bëj një betejë, Lëvizja Adeu, kam atë peshën time specifike, më njohin aq njerëz sa më njohin, flas me ju këtu çdo ditë, pra nuk përfaqësoj ndonjë entitet gjeopolitik të madh, dhe megjithatë, njerëzit dallojnë në formë milimetrike se cilat janë mesazhet e koduara që ti i përcjell, cilat janë mesazhet që ti i fsheh. Më shkruan mikesha nga Amerika dhe më thot, hey Kreshnik, thot, jashtëzakonisht e bukur kjo foto, thot, edhe fillon dhe qesh, mos vallë ti, thot, po bëhesh me kinezët apo me japonezët. Pra mesazhi është që fotot e njerëzve që merren me politikë, merren me gjeopolitikë, merren me kode, merren me, nuk dalin rastësisht. Elisa Spiropali me këtë foto që nxjerr godet dhe ngul një thik në emër të Edi Ramës dhe të sektit të Rilindjes në Tiranë, ngul një thik në shpinën e Kosovës dhe thot mesazhin, ne jemi në sinkron me këtë politikë, ne jemi në sinkron me politikën Kosova është Serbi, dhe ne jemi në sinkron me politikën që thot Shqipëria pranon tashmë të jetë pjesë e lojës ku Marko Gjurić paraqitet si një partner i barabartë me Shqipërinë dhe me shqiptarët, mohim tërësor i rolit të vllajt të madh të Shqipërisë për Kosovën, për dekada me radhë Shqipëria ka mbajtur këtë rol dhe ka qenë simbolika e Shqipërisë me të gjithë ata që e pranojnë apo nuk pranojnë. Simbolika e Shqipërisë ka qenë një mburojë të paktën morale e Kosovës. Një foto e tillë e nxjerr në Facebook nga Elisa Spiropali. I heq këtë rol, e shkul këtë rol, e heq, e shkul këtë xhaketë dhe e hedh, nuk është thjesht e zhvesh xhaketën me delikatesë, siç mund të zhvishet një xhaketë në një mbrëmje romantike, në një mbrëmje të butë. Nuk e heq butësisht xhaketën, por e heq me agresivitet dhe e flak tutje. Foto e tillë heq pra xhaketën e rolit të Tiranës dhe kthen Tiranën jo më në një ombrell dhe një garanci apo në një mburoj
morale agresive për Kosovën, por në një spektatore të heshtur, e cila krijon automatikisht perceptimin se Kosova nuk është më prioritet i Tiranës. Kjo e ndihmon Gjuriçin që të përcjell brenda Kosovës mesazh të fortë gjithashtu. Beogradi do ta përcjell këtë mesazh që shikojeni o serb, shikojeni edhe ju o ndërkombëtar, shikojeni ju amerikan, europian, rus, ne me Tiranën jemi duke buzëqeshur, ne me Tiranën jemi në flirt të plot, ne me Tiranën jemi në një shkrirje të plot, emocionale, politike, gjeopolitike, dhe keni parasysh pra që gjithë problemin e kemi me këta problematiket e Prishtinës. Pra, Tirana instrumentalizohet zyrtarisht për të forcuar narrativën serbe se problemi është Kosova, nuk janë shqiptarët, dhe duke asnjësuar Shqipërinë nga roli i saj agresiv në mbrojtjen morale dhe diplomatike dhe politike të Kosovës, synohet të lihet Kosova vetëm, të paraqitet Kosova djali rrugaç i cili synon të bëjë rebelizma dhe sapo të rebelohet dhe të mos pranoj të stabilizoj marrëdhëniet me Beogradin sipas kushteve të Ivan, të Radojčićit, apo të Gjuriçit, apo të Aleksandar Vučićit, apo të Aleksandar Vulinit dhe njerëzve të tjerë të enturazhit Vučić, atëherë i themi botës që këta janë rrugeqërit dhe duke ndarë këtë narrativ, Kosova mbetet vetëm, i hedhim edhe njerëzit e medjave dhe opozitën në shtëpinë dhe i themi që po na prishni edhe me Amerikën, jeni anti-amerikan, o ma gjyp, o kështu o ashtu, dhe fillon çfarë është plani? Kosova është Serbi. E kuptuam? Dhe mbështetja e narrativës që thotë Serbia është komandantja e Ballkanit. Kjo ka synim tjetër gjithashtu të godas besimin e popullit Kosovës tek Shqipëria. Shqipëria që ju ka për zemër dhe që ju do fort, dhe shqiptarët e Shqipërisë që e duan Kosovën si dritë e syve, nxitet dhe rritet më shumë narrativa brenda Kosovës që ata të Tiranës janë ca poshta tradhtar, të cilët nuk e duan Kosovën, e urrejnë Kosovën, ja na kanë shit, ja si na kanë tradhtu, ja si na ngulin thikën, ne ngordhim për Shqipërinë, ne vdesim për Shqipërinë, ne vdesim për Kuqezi, rrof Skënderbeu, rrof Shqipnia, rrof Tirana, emrat e Kosovës gjithë, Tirana, Vjosa, Saranda, Shkodra, dashni e përjetshme për Shqipërinë dhe me të gjitha kuptimet e saj, dhe ja si po na shpërblen Tirana. Vëllezërit e mi dhe motrat e mi ndërdani, nuk është Tirana Elisa Spiropali, as Edi Rama, as shokët e tyre në opozitë, të cilët janë shokët e tij dhe aleatët e tij në ruajtjen e sistemit mafioz politik bipolar, për të mos lejuar ndezjen e asnjë zjarri apo të një vatre tjetër opozitare e cila është jashtë kontrollit të enturazhit Ramiz Alis, partisë së punës së Shqipërisë, së themeluar në luftën e dytë botërore nga Popoviçi, parti e cila në 1990 me porosit Ramiz Alis u nda në PS, në PD dhe në PSD me Gjinushin, me Godon dhe me këta, me Cekën dhe me këta, dhe me Berishën, dhe do të mbajnë çdo lloj lojtari që nuk kontrollohet prej tyre, apo që nuk është pjesë e lojës, do të mbahet jashtë. Kjo është e gjithë loja. Pra, ju duhet ta kuptoni shumë mirë që kjo është shumë e hollë. Opozita në Shqipëri po merret me antaren e LSI-s dhe se kë do të vënë kryetar bashkie përballë Elisa Spiropali, përballë Ogerta Manastirliut, dhe po merren me atë karikaturën e LSI-s, e cila nga dje shante Edi Ramën, sot e ka bërë Edi Rama zëvendës ministre, po tu janë të gjithë bashkë, pse habiteni ju, të gjithë janë bashkë, të gjithë janë bashkë, luajnë bashkë dhe luajnë për Beogradin dhe luajnë kundër interesave shqiptare. Status quo-ja duhet ruajtur me çdo çmim dhe vrasja e çdo segmenti politik i pa kontrolluar prej tyre. Fitojmë kohë, blejmë kohë në tregun ndërkombëtar, zgjasim pushtetin që të bëjmë në marrëveshje dhe të shesim Shqipërinë. Kush është lojtar më i fortë, më agresiv?
është Serbia. Hajde ja dorëzojmë Kosovën Serbisë, kapim edhe ne në lek, ruajmë pushtetin tek feudi ynë, tek fshati ynë, secili ka nga një llokëm të vetën të Shqipërisë, kush kontrollon ca resorte, kush kontrollon naftën, kush kontrollon tregtinë, kush kontrollon gazin, kush kontrollon biznesin e madh, biznesin e vogël, importet, tregtinë, monopolet, plazhet, hotelet, burimet strategjike, kush kontrollon bakrin, dikush kromin, i ka nda këto histori dhe shqiptarëve do t'i fusim kamxhik. Komprometimi i fotografisë dhe tradhtia e Elisas Spiropalit, kjo thik e ngulur në shpinën e Kosovës, nuk është thjesht një komprometim estetik që lidhet me një foto, por është komprometim strategjik, sepse Shqipëria del si një shtet që nuk guxon të thot asgjë kundër Serbisë dhe nuk e refuzon të identifikohet vizualisht me Serbin, me një foto të buzëqeshur të Spiropalit dhe coveri i saj mbas saj shfaqet Marko Gjurić duke buzëqeshur gjithashtu. Por ku është pjesa tjetër që duhet të ndalim dhe ta kuptojmë si guxon Elisa Spiropali ta bëj këtë? Ajo e bën sepse ka cover, ka mbulesën e establishmentit të Tiranës, establishmentit politik. Ajo sot është pjesë e linjës politike të udhëhequr nga Edi Rama, ku Kosova nuk është më një kauzë kombëtare, por si një pazar, si një peshore për të bërë pazare me SBA-n, BE-n dhe Serbinë. Spiropali nuk ka as fuqi, as mundësi që të jetë një lojtare e pavarur, ndaj do të përcjell mesazhet që ja kërkon Edi Rama, dhe Edi Rama për të dalë dhe për të shfaqur si faktor stabiliteti në Ballkan do ta përdorë këtë. Dhe ajo që është më e rëndësishme e fundit është përse përdoret Grenelli në foto si një cover amerikan, mbulesë amerikane për mesazhin e koduar të Elisa Spiropalit. Kjo është shumë e rëndësishme. Ta kuptojmë. Grenell, miqtë e mi të dashur, ka qenë pra i luhatur, ka qenë me ato qëndrimet e veta, herë më pranë Serbisë, herë më pranë Beogradit, por tani ai mban pozicionin e SBA-s dhe nuk guxon të dalë nga linja e jashtme e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përdorimi i fotografisë me Gjuriçin në sfond dhe me Grenellin në fotografi të buzëqeshur ka një qëllim, që politika jonë e Tiranës dhe flirti jonë me Beogradin dhe thika që i kemi ngulur Kosovës ka perceptim të qartë në Amerikë, është e kuptuar në Amerikë dhe ka një cover amerikan. Pra, kjo lojë që po bëjmë ne nuk është lojë në kokën e Edi Ramës, por ka dhe mbulesë amerikane duke paraqitur që ne jemi mysafirët e Nikoqirit Grenell. A kuptuam lojën se si është? Pra, personifikimi politik, Spiropali bëhet simbol i linjës së Tiranës zyrtare, alibia vizuale është thekson që fotografia nuk është rasti, por një mbulim i paramenduar në mënyrë precize për të fshehur lojën politike të Tiranës me Beogradin kundër Kosovës dhe për të shprehur tradhtinë e qartë të padiskutueshme të Shqipërisë ndaj Kosovës. Kosova është shitur dhe do të shitet akoma më shumë nëse shqiptarët nuk reagojnë, dhe Shqipëria fatkeqësisht është në pafuqi për të reaguar, sepse populli shqiptar nuk është në gjendje ta kuptojë lojën dhe skemën, mbahet i mashtruar, i rrethuar me rrenat e sistemit, mbahet i rrethuar nga një establishment mediatik i cili fatkeqësisht i gënjen. Ne na doli fryma, na doli goja, por nuk vjen askush ta kuptojë se çfarë po themi ne. Janë shumë pak ata që e kuptojnë. Ata që e kuptojnë janë me ne dhe ne do të qëndrojmë bashkë me ju minutë pas minute për të kuptuar lojën e madhe. Unë jam Kreshnik Osmani, për gjithë ju që më shihni për herë të parë, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e lëvizjes Adeu, po ju pres dhe do ju pres derisa të kem frymë. Të bashkohemi, të mbrojmë kombin dhe të hartojmë strategji. Për ta bërë këtë, gjithë ju që jeni dakord, mbështeteni kanalin, përcjelljani këto video pjesës tjetër të shqiptarëve, sepse janë biseda që nuk do t'i dëgjoni në asnjë kanal tjetër shqiptar apo shqipfolës. Përqafime për gjithë ju që ndeni deri në fund videos, mos harroni të bëni subscribe kanalit dhe ka zhvillime të tjera të mëdha të cilat do t'i shohim
ju e dini, si gjithmonë, vijon në numër në arsh.